Mesi i muajit maj ka sjell një stui rëre në qytetin e Vlorës në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune. Duket se fundjava nuk do të jetë e mirë për ata të cilët kanë zgjedhur të kalojnë në Bregdet, për shkak se era e fortë, por edhe rreshtit e shiut do t'i shoqërojnë gjatë këtyre orëve. Pikërisht gjatë kësaj të shtune, sikundër po ndiqni nga pamjet në ekran, qyteti i Vlorës, kryesisht në zonën bregdetare, u zgjua nga një stuj ere, e cila ka bërë të mundur edhe ngritjen e grimcave të rërës në ajër, duke sjellë kështu vështirësi në frymarrje për qytetarët, kryesisht të cilët kanë probleme shëndetësore. Një stui e fuqishme ere ka përfshirë mëngjesin e kësaj të shtune qytetin e Vlorës, sikundër ndihet edhe pasmeje situata më problematike paraqitet në vijën bregdetare edhe si pasojë e rërës, e cila ngrihet në ajër në pjesën e lungomares. Ndërkohë edhe lundrimi detar është pezulluar, e ndërsa jemi në muajin maj dhe presim verën, duket se plakat e Marsit e pas kanë të gjatë duke shtrirë pikërisht pushtetin e tyre edhe gjatë këtij muaji, që në fakt duhet të ishte një fundjavë plazhi. Megjithatë, meteorologët parashikojnë se situata e tillë do të vijojë edhe gjatë ditës së diel, por me një ndryshim drejt përmirësimit, por gjithsesi me shumë mundësi nuk do të jetë një kohë për plazh. Po ashtu edhe lundrimi detar ka qenë i pezulluar gjatë paradites, ndërsa mjetet e vogla të peshkimit, por edhe anijet kanë dalë në rad, apo thëndryshe në teritorin e Gjirit të Vlorës për të shmangur përplasjet me kalatën. Po ashtu sipas sinoptikanëve, lajme të mira nuk vinë as për të dielën. Do të kemi një përmirësim të situatës hidrometeorologjike, por gjithsesi kushtet do të mbeten më pak të favorshme, kryesisht për të plazhuar. E ndërsa kishim parë gjatë këtyre ditëve njerëz pushues vendase të huaj, të cilët të frekuentonin plazhet e qytetit, nisur nga temperaturat e larta, kjo e shtunë i ka stopuar ata për shkak të kushteve atmosferike të pafavorshme.